Regjisori Kiço Londo rikthehet në Gjirokastër me komedinë Sonte do darkojmë në shtrat. Pjesa e vendosur në skenë prej tij do të shfaqet për ardhdarsin e qytetit të Gurtë në datat 27 dhe 28 maj në skenën e teatrit Zinisako. Drejtoresha Lejda Çeli fton publikun ta ndjekë këtë shfaqje interesante për të shijuar situatat komike që ajo sjell. Teatri Zinisako, krahas premierave të cilat janë prodhim 100% i teatrit, zgjedh të ftoj edhe shfaqje të tjera të cilat krijohen nga teatro të ndryshëm të Shqipërisë dhe këtë radhë kemi kënaqësinë e veçantë të ripresim për të disajtën herë një shfaqje e cila është prodhim i teatrit të Shëtitës Çajupi me regji të Kiço Londos. Ky teatr dhe ky regjizor veçanërisht e zgjedhin gjithmonë Gjirokastrën për të ardhur edhe për të ridhën shfaqjet e tyre për publikun gjirokastrit, por jo vetëm. Për disa herë rresht Kiço Londo, regjizori i mirënjohur, ka zgjedhur Gjirokastrën edhe për të shfaqur premierën për herë të parë në Gjirokastër. Dhe sigurisht kjo jo vetëm teatrin, por besoj edhe publikun gjirokastrit e përkëdhel pak, le të themi kështu. Këtë herë Kiço Londo dhe grupi i tij vjen në teatrin e Gjirokastrës me një komedi. Kjo komedi vjen për publikun gjirokastrit në datën 27 dhe 28 maj në orën 19:00 në teatrin Zinisako. Çeli zbulon edhe diçka nga subjekti i komedisë, e cila të mërkurën dhe të enjte ndalet në Gjirokastër pas duartrokitjeve të shumta që ka rrëmbyer në disa qytete. Regjizori Kiço Londo ka vendosur të vendosi në skenë shfaqjen me titullin Sonte do të darkojmë në shtrat. Kjo është një komedi brillante e cila shkakton te publiku të qeshura pafund, por patjetër ka edhe mesazhe të cilat i flasin problematikave të kohës, interpretuar nga aktorë të rinj, por edhe të dashur, të njohur nga publiku. Kjo sigurisht e bën më interesante të gjithë eksperiencën që publiku do të ndjek duke parë shfaqjen. Pjesa që mban autorsinë e zvicerianit Mark Kamoleti vjen në interpretimin e aktorëve Cubi Metkaj, Erdita Slanaj, Suela Prendi, Eno Basha, Greta Cani dhe Angelo Shkreli.